Apo rrezikon Kosova që të falimentojë në mungesë buxheti? Dështimi për formimin e një qeverie të re ka rritur rrezikun që Kosova të hyjë në vitin 2026 pa buxhet. Ndërkaq eksperti i financave Haki Shatri tha se shteti rrezikon të falimentojë, teksa mund të mos ketë para as për paga e as për pensione e shtesa për fëmijët në fillim vitin e ardhshëm. Sipas përvojës që kanë pasur edhe në kuvend, kuvendi mund të hyjë pak në të kuqen nëse pajtohen deputetët me shumicë votash e t'i kërkojnë qeverisë që të marrë vendim lidhur me buxhetin, për ndryshe tjetër rrugë nuk ka. Thjesht jam i trishtuar deri ku ka ardhur puna. Të vi situata pas 25 vjetësh çlirim, të falimentojë shteti, të mbyllet shteti, të mos funksionojë. Nëse me 1 janar nuk kemi një vendim të plotfuqishëm për të vazhduar 1/12 e buxhetit të këtij viti, nuk do të ketë paga, pensione, shtesa të fëmijëve, nuk do të ketë më para për asnjë lloj shpenzimi. Ai theksoi se vetëm një qeveri me kompetenca të plota mund të ndërmarrë nisma për ndryshimin e ligjit për buxhetin apo për vazhdimin e ndarjeve buxhetore edhe për muajt e parë të vitit 2026. Ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave thotë se pa një qeveri të re, në janar s'do të ketë para as për ushtrinë e as për policinë.